Norvegjia po ndërton tunelin më të gjatë dhe më të thellë nën det në botë, një nga projektet më ambicioze inxhinierike në Europë, që pritet të përmirësojë ndjeshëm lidhjet dhe infrastrukturën e transportit të vendit nordik, duke kaluar nën fjordet e vendit. Tuneli Rogaland ose Rogfast do të jetë rreth 26.7 km i gjatë dhe do të arrijë deri në 390 metra thellësi në nivelin e detit. Pasi të përfundojë në vitin 2033, ky tunel do të shkurtojë kohën e udhëtimit ndërmjet dy qyteteve ndër më të mëdha në Norvegji, Stavanger dhe Bergen, me 40 minuta. Projekti Rogfast, ndërtimi i të cilit është afërsisht në gjysmën e rrugës, është pjesë e autostradës kryesore europiane E39, që shkon përgjatë bregdetit perëndimor të Norvegjisë, duke lidhur qytete si Kristiansand, Stavanger, Haugesund dhe Bergen. Ai do të zëvendësojë gjithashtu kalimet me tragjet dhe do ta bëjë udhëtimin shumë herë më të qetë, sipas autoritetit norvegjez të rrugëve që ka hartuar këtë projekt. Stavanger është qyteti i katërt më i madh në Norvegji dhe Bergen është i dyti më i madhi, kështu që shpresojmë që ky projekt do të ndihmojë gjithashtu për të shkurtuar kohën e udhëtimit për punëtorët që udhëtojnë çdo ditë mes këtyre dy qyteteve, tha Oddvar Karmo, menaxheri i projektit Rogfast në autoritetin norvegjez të rrugëve publike. Një nga veçoritë kryesore të projektimit të autostradës së re nëndetare është rreth rrotullimi i tij, ku një deg lidh ishullin Kvitsøy, bashkia më e vogël e Norvegjisë, me tunelin kryesor nën shkëmbin e ishullit. Tuneli Rogfast do të ketë dy korsi në secilën drejtim. Nën Kvitsøy, korsit do të lidhen përmes dy rreth rrotullimeve që po ndërtohen 260 metra në nivelin e detit. Kemi ndërtuar rreth rrotullime në tunele edhe më parë, por ky mund të jetë një nga ndërtimet e para ku kemi një seksion të tillë me dy rreth rrotullime në një kryqëzim të tunelit, përsa di unë nuk kam parë dy rreth rrotullime në një seksion të vetëm të tunelit më parë, tha Karmo. Të dy rreth rrotullimet në nishull do të lejojnë qarkullimin e trafikut edhe kur një nga korsit është e mbyllur. Nëse ndodh diçka dhe duhet të mbyllim një pjesë të tunelit, ne mund ta mbajmë akoma tunelin në funksion, duke përdorur vetëm një tub dhe duke lejuar qarkullimin në të dy drejtimet në të, shtoi ai. Struktura me dy tuba është gjithashtu një masë sigurie. Nëse një kamion merr flak para jush dhe nuk mund të ktheheni mbrapa për të dalë, ju mund të drejtoheni nga këto dyer të gjelbra me shenja daljeje dhe do të mund të ecni drejt tubit tjetër të tunelit. Dhe ne kemi një sistem kamerash që na tregon saktësisht se ku jeni dhe mund të vijmë t'ju marrim dhe t'ju nxjerrim nga tuneli. Shëndoshe mirë, tha Karmo. Projekti Rogfast, që po ndërtohet në faza me një kosto prej 25 miliard koronash norvegjeze, pra rreth 2 miliard euro, aktualisht është gjysmë i përfunduar, ndërsa punimet nisën në vitin 2018. Në anën veriore, rreth 65% e tunelit është ndërtuar dhe tani është faza e shpimit dhe shpërthimit të tunelit. Në skajin jugor në Randaberg është rreth 45% i përfunduar, tha Karmo. Ndryshe nga lidhja fikse Fehmarnbelt mes Gjermanisë dhe Danimarkës që po ndërtohet në metoda modulare, Rogfast po shpërthehet dhe gërmohet direkt përmes shkëmbit të fortë, një metodë që Norvegjia e përdor për të garantuar stabilitet dhe qëndrueshmëri nën presionin e ujit. Ju do të keni mundësinë të udhëtoni përmes shkëmbit të fortë. Kemi këtë distancë mes tavanit të tunelit dhe fundit të detit. Rregulloret tona kërkojnë të paktën 50 metra, pra udhëtoni në fund të detit. Kemi shumë tunele nëndetare në Norvegji me këtë ndërtim, dhe tuneli i ri mes Gjermanisë dhe Danimarkës, aty ata vendosin seksione betoni dhe i bashkojnë ato, por nuk shkojnë në fundin e detit, siç bëjmë ne në Norvegji. Në Norvegji ne ndërtojmë tunele më lirë, në krahasim me një ur për shembull, dhe kemi rreth 40 tunele rrugore nëndetare në Norvegji dhe jemi të familiarizuar me ndërtimin, kështu që normalisht është më e lehtë dhe më e lirë të ndërtosh një tunel rrugor nëndetar sesa një ur për të njëjtin ishull, tha Kamor. Tuneli nëndet Rogfast pritet të përfundojë në verën e vitit 2033. Ajo do të ndihmojë prodhuesit e produkteve të detit që të arrijnë më mirë në treg pa pasur nevojë për tragete, shpjegoi më tej Karmo. Do të ndihmojnë punëtorët, industrinë dhe ndoshta edhe turizmin, sepse bregu perëndimor i Norvegjisë është një pjesë që turistët e kërkojnë shpesh. Për shembull Bergeni, kemi shumë turistë në Bergen dhe me këtë projekt rrugor që do të na lejojë të udhëtojmë më shpejt drejt Bergen, me shumë mundësi turistët do ta zbulojnë edhe më shumë këtë pjesë të Norvegjisë, theksoi eksperti. Autoriteti norvegjez i rrugëve parashikon që në tunelin e ri do të ketë 13.000 udhëtime në ditë deri në vitin 2053.